Elbasani si çdo vit ka mbledhur në ditën e verës qytetarë nga disa rrethe të Shqipërisë. Festa pagane ka nisur prej 2 ditësh në qytetin e traditës, por kulmin festimet e ka në datën 14, që konsiderohet edhe dita e verës. Aktivitetet janë nga më të larmishmet, duke filluar nga panajiri, aktivitete për fëmijë, koncerte dhe karnavalet. Fëmijët janë ata që i gëzohen më së shumti kësaj feste. Gëzuar ditën e verës, kjo është saturimi im, që unë sot do javë. Ti e gëzuar ditën e verës. Por festimet e ditës së verës në Elbasan kanë tërhequr edhe vëmendjen e të huajve. Do shumë mirë, shatë shumë bukur. Shumë bukur. Shumë mirë. Festimet e ditës së verës plotësohen edhe me ushqimet e gatuara enkas për këtë ditë, ku ballokumet janë kryefjala e saj.